këtu pasaj dalim të se çfarë do të promovojmë ne si shoqëri, që është ky problemi i të suksesshmëve. Të atyre që marrin atë të aurën e fituesit. Njerëzit kanë shumë dëshirë të edhshme të jenë të suksesshëm. Janë personazh Të jenë të suksesshëm dhe edhe kriminal të suksesshëm, muzikë të fortë, të shtypës, qendër vëmendjes dhe verbohen fare. Në fakt, bota e suksesshmëve nuk është botë e bukur, është botë monotone. Se bota e suksesshme. Prandaj shumica me depresion. Është mërzitshme. Sukses nuk ke më. Kështu që është shumë bukur që të rish aty poshtë të njerëzit që luftojnë, se njerëzit të rish me njerëz që luftojnë, vetëm mëson, vetëm fiton, një herë ti jep dorën, një herë jep dorën dhe mirë është kur suksesi nuk vjen. Po suksesi është thjesht një shkallë më shumë, është shumë bukur kur je me njerëzit që tentojnë, vërtet. Po të rish me kokat e shtetit, nuk kemi ndetur, po të rish, kanë botën të mërzitshme ata, se ata çdo gjë kanë në dorë. S'kan që të bëjnë më shumë. Po të takosh superstarë, dhe ne i kemi të paktën superstarët e tregut shqiptar, e keni vënë gjëra sa të mërzitshme që kanë. E njerëzit s'kan kontakt me realitet. Ndërkohë njerëzit që tentojnë, për shembull, Renisi tani ka rënë, ajo se është superstar, po Renisi kur ka qenë i vogël tante me dhëm. Po. Dhe po bëj shaka. Është në moshë. Jo, i riu në moshë, po ai që tenton ta me dhëm, të jep një energji, të jep një vibe që është shumë Po e bukur. çështja është duhet të jetë kjo rruga që duhet të jetë natyrale. Jo, duhet të jetë shumë e gjatë, se prapë edhe kjo shkallë që ne hedhim, do shkojë drejt monotonisë. Këto sa përpara dhe turi, sa është mirë që atë hapin drejt suksesit ta kesh më shkurt. Ta vëmë avash. Sepse shijon procesin.